Derisa ministri dy korrekt, vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jepte mendimin nëse shpallja e pavarësisë Kosovës ishte në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar apo jo, Amerika ishte kujdesur ta bëjë qartë qëndrimin e vet para kësaj date. Veç një ditë më herët, ministri korrekt 2010, Joe Biden, atëherë zëvendës president i SBA-ve, e kishte ftuar në shtëpinë e bardhë për vizitë kryeministrin e Kosovës dhe njeriun që e shpalli atë pavarësi që po kontestohen nga Serbia. Hashim Thaqin. Letra njoftuese e lëshuar pas takimit është paqe jashtëzakonshme sa momenti kur po ndodhte ky takim. Zëvendës presidenti u takua sot me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaqi në kuadër të konsultimeve të shpeshta të administratës me partnerët tanë evropian në agjendën tonë të përbashkët, thoshte njoftimi. Por vazhdimi është edhe me domethënës. Mos harroni, kjo ishte vetëm një ditë para se të merrej vendimi. Ja si vazhdon njoftimi. Mes çështjeve të tjera, dy liderët diskutuan shpalljen që po vjen të opinionit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Dhe ja çfarë thoshte Joe Biden për këtë çështje, si mesazh për krejt botën. Zëvendës presidenti rikonfirmoi mbështetjen e plotë SBA-ve për një Kosovë të pavarur, demokratike, të plotë dhe multietnike, e ardhmja së cilës është fuqishëm brenda institucioneve evropiane dhe euroatlantike. Zëvendës presidenti gjithashtu ritheksoi mbështetjet fuqishme të SBA-ve për sovranitetin e Kosovës dhe integritetin territorial. Pra, derisa Kosova nën ethë priste një vendim që do ta diktonte krejt të ardhmen e shtetit të ri, Amerika qëllimshëm ftonte Kosovën shtëpinë e bardhë duke i treguar krejt botës se qëndrimi amerikan për Kosovën është ky. Madje, në këtë takim Joe Biden ju drejtohet gazetarëve duke u thënë për Thaqin se ai është George Washington Kosovo. Dhe kjo ishte vetë sipërfaqe. Amerika në prapasken ishte kujdesur që ta përgatis lëndën e Kosovës para gjyqtarëve gjykatës ndërkombëtare drejtësisë me ekipet e avokatëve. A ka qenë edhe aty ekip amerikan? Po si jo. Edhe në farë vazhdimësie tash edhe me Obama, no? Po si jo. Si jo. Ta shikoni ekspertiza në të drejtën ndërkombëtare, me gjithë respektin që mund ta kem njëri për tjetrin apo për ekspertët kosovar, është këtë diçka tjetër. Është një shkollë. Tash e përgatitur për ty. Për tyre. Edhe ata kanë fituar lëndën. Kosova fatkeqësisht nuk e ka sot as këtë raport, as këtë mbështetje, as këtë afërsi me qeverinë amerikane. Sepse sot e kemi kryeministër dikë që punoi aq shumë në njërin anë ta irritoj qytetarën e Kosovës me Amerikën, e në anën tjetër ta lodh Amerikën me Kosovën. E pa nevojshme të përsëritem se Albin Kurti nxiste aktivistët e tij deri në atmos, sot sulmonte ambasadorin amerikan edhe fizikisht. Vetëvendosja, një farë sekti fileros në atë kohë, që kundërshtimin ndaj Amerikës nuk ishte veç për inat të raporteve të amerikanëve me udhëhecët të Kosovës, por edhe për shkak të rrejtjes ideologjike ndaj Amerikës. U shqyr me autor rus gjithë kohën, në shkollat e tyre politike, vetëvendosja i mësonte aktivistët e vet se keqja e madhe e botës, përfshirë keqja e madhe për Kosovën, është imperializmi e kapitalizmi amerikan.